Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Shoqata Malësia e Madhe është një nga shoqatat e para të shqiptarëve këtu në emigracion, një shoqatë e cila përmbledh të gjithë pjesën më të madhe të malësorëve të Malësisë së Madhe këtu në Michigan, e krijuar prej vitesh, një nga organizatat e cila ka bërë jo vetëm një punë kulturore, por dhe një punë të rëndësishme, patriotike, jo vetëm në bashkimin e shqiptarëve, por dhe për ndihmat në vendlindje, ndihmat për të sëmurët, ndihmat për studentët, dhe ndihmat tjera për aktivitete të ndryshme kulturore në vendlindje dhe më gjërë. Veprimtaria e kësaj shoqate është e shtrirë në vite, por natyrisht kjo veprimtari dhe aktiviteti i saj nuk mund të arrihet pa mbështetjen e bujarinë e malësorëve. Dhe sot jemi këtu në një nga sallat e kishës së Shënpalit, pikërisht në mbledhjen fundraiser të kësaj shoqate, ku malësorët me bujarinë e tyre do t'japin për vendlindjen, do t'japin për shoqatën. Ne do ta ndjekim me kamerën tonë zhvillimin e këtij aktiviteti. Me mrama dhe mirë së vini në darkën tradicionale për grumbullim e fondesh. Ju falenderojmë nga zemra që jeni këtu sonte për të mbështetur një kauzë kaq të rëndësishme. Së bashku, ne kemi fuqinë të sillim ndryshim real në jetët e atyre që kanë më shumë nevojë. Çdo kontribut, i madh apo i vogël, është një hap drejt një të ardhmje më të mirë. Shoqata Malësia e Madhe është një krenari kombëtare këtu në Mërgim, që prej vitesh mban gjallë shpirtin e solidaritetin dhe unitetin shqiptar. Me përkushtim të palëkundur, ajo ka qëndruar pranë bashkëkombësve tanë në çdo sfidë, duke forcuar lidhjet mes tyre. Veprimtaria e saj është dëshmi e vlerave tona më të larta, bujarisë, besës dhe dashurisë për atë leun. Le të vazhdojmë të mbështesim këtë mision fisnik me zemër dhe krenari. Kjo shoqat ka vite që punon me përkushtim për të ndihmuar ata në nevojë dhe për të sjellë shpresë në komunitet. Me projekte të shumta dhe mbështetje të vazhdueshme, ajo ka ndikuar pozitivisht në jetën e shumë familjeve. Përkushtimi dhe transparenca e saj kanë fituar besimin e njerëzve ndër vite. Është një shembull i vërtet se si solidariteti mund të bëjë ndryshim. Ju faleminderit për bujarinë dhe mbështetjet e tuaja të vazhdueshme. Për ta mos zgjatur më shumë, ftojmë në skenë kryetarin e shoqatës Malësia e Madhe, zotnin Toni Gojçer, që me disa fjalë na përshëndes. Ju lutem ta presim në dorë trokitje. Të nderuar e shumë të respektuar bashkëbendas, të dashur vëllezër e motra, miq të afërt dhe përkrahës të palollur të shoqatës salletare Malësia e Madhe, përfaqësues të medjave, përfaqësues të shoqatave, zonja dhe zotrin. Është një nderi jashtëzakonshëm dhe një kënaqësi e veçantë për mua që sonte në cilësinë e kryetarit të shoqatës salletare Malësia e Madhe të qëndroj para jush dhe t'ju uroj nga zemra mirëseardhje në këtë mbrëmje tradicionale, e cila për ne nuk është vetëm në ngjarje kalendarike, por një moment i rëndësishëm që na bashkon, na forcon dhe na kujton se kush jemi. Kjo mbrëmje është reflektim për shpirtin ton kolektiv, një dëshmi e gjallë e dashurisë që kemi për vendlindjen dhe për njëri tjetrin në përgjithësi. Në një botë që ndryshon me ritme të shpejta, ku distancat shpesh në ndajnë fizikisht, këto takime behen ura që na lidhin me rrënjët tona dhe na japin forcë për të vazhduar përpara pa harruar kur prejardhjen tonë. Malësia e Madhe për ne nuk është vetëm një vend, është një histori, është një kulturë, është identitet, por është edhe krenaria jonë. Ajo jeton në kujtimet tona, në familjet tona, në traditat që ruajmë me përkushtim dhe me vlerat që përpiqemi t'ja përcjellim brezave
që po rritën larg trojeve tona. Dhe sonte, duke qenë të gjithë së bashku në këtë sallë, ne dëshmojmë se kjo frymë është e gjallë dhe e fortë me shumë se kur. Të dashur të pranishëm, prania joj sonte ka një domethënie të thellë. Ajo është një shenjë e qartë se komuniteti ynë vazhdon të qëndrojë i bashkuar, i përkushtuar dhe i gatshëm për të kontribuar për të mirën e përbashkët. Ju nuk jeni vetëm pjesëmarrës në këtë mbrëmje. Ju jeni themeli mbi të cilin qëndron dhe zhvillohet shoqata Malësia e Madhe. Në emër të shoqatës atletare Malësia e Madhe, dua t'ju shpreh mirënjohjen time më të sinqertë për secilin prej jush. Faleminderit që jeni këtu. Dhe që e mbështesni këtë iniciativë, që vazhdoni të mbani gjallë frymën dhe solidaritetin dhe bashkëpunimin që na karakterizon si komunitet. Një falënderim i veçantë dhe shumë i merituar shkon për donatorët tanë bujar. Kontributi juaj është jetik për funksionimin dhe zhvillimin e shoqatës sonë. Me mbështetjen tuaj, ne kemi arritur të realizojmë shumë aktivitete me vlerë, duke filluar nga organizimet kulturore dhe festat tradicionale e deri te nismat edukative dhe humanitare që kanë ndikuar drejt për drejt në jetën e shumë bashkëvendasve tonë. Bujaria juaj nuk matet vetëm me vlerën materiale të kontributit, por me zemrën dhe vullnetin që qëndron pas tij. Ju jeni shembulli më i mirë i asaj që do të thotë të japësh pa pritur asgjë në këmbim, përveç kënaqësisë që vjen nga ndihma ndaj komunitetit dhe ruajtja e identitetit tonë. Një minjohje veçantë shkon edhe për të gjithë ata që kanë punuar me përkushtim për organizimin e kësaj mbrëmje. Vullnetarët tanë, anëtarët e kryesisë dhe të çdo individ që ka dhënë kontributin e vet sa i vogël që duket ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Të nderuar miq, kjo darkë tradicionale për mbledhje fondesh ka një mision të qartë dhe të rëndësishëm. Fondet e mbledhura sonte do të shërbejnë për të vazhduar aktivitetet tona, për të mbështetur projekte të reja dhe për të krijuar mundësi të reja për komunitetin tonë. Çdo kontribut i lënë sonte është një hap drejt një të ardhmje më të fortë dhe më të qëndrueshme për shoqatën atletare Malësia e Madhe. Por mbi të gjitha, kjo mbrëmje është një fest. Është një fest e unitetit tonë, e miqësisë sonë dhe e krenarisë që e ndajmë për prejardhjen tonë. Është një natë ku ne jo vetëm kontribojmë, por edhe gëzojmë së bashku, ndajmë kujtime, krijojmë lidhje të reja dhe forcojmë ato ekzistuese. Dëshmi e kësaj është edhe prezenca e të gjithë juve sot këtu. Prezenca e të gjitha shoqatave tona motra të nderuar, si dhe prezenca e të dy kishave tona me këshilltarët e tyre, me kryetarët Pjerin Prekën dhe Gjergj Lajçaj, të cilët në nderojnë me prezencën e tyre. Le të jetë kjo natë një dëshmi se kur jemi të bashkuar mund të arrijmë shumë më tepër. Le të jemi një frymëzim për të vazhduar këtë rrugë dhe të ardhmen me të njëjtin përkushtim, me të njëjtën dashuri dhe me të njëjtën krenari. Në një kohë kur sfidat janë të shumta dhe jeta shpesh na vendos përpara vështirësive, komuniteti ynë mbetet një forcë e madhe mbështetjeje dhe shprese. Le të vazhdojmë ta ruajmë këtë frymë, ta ushqejmë dhe ta forcojmë për të mirën tonë dhe të brezave që vinë mas nesh. Ashtu si kur tha që edhe në fillim se pa kontributin dhe përkrahjen tuaj, shoqata nuk do të ketë mundësi të vazhdojë me realizimin e aktiviteteve dhe objektivave tona të shumta. Fal mbështetjes suaj, edhe këtë vit vazhduam me realizimin e aktiviteteve tona dhe mbështetje të shumta ku kërkon të nevoja, ku shkurtimisht do t'i ceki disa prej tyne. Këtë vit kemi mbështetur në Malësi, pra fëmijët me aftësi të kufizuara shumën prej $25,000. Kemi lanë 24 bursa studentor
shuma prej $17.600. Kemi mbështetur 11 shoqëri kulturartistike dhe klube të ndryshme amatere në Malsi nga $1.000, ku shumë e përgjithshme pra $11.000. Kemi mbështetur kursin për lahutën, për të mësuar pra lahutën, çiftelin dhe fyllin, udhëhequr në Malsi nga maestro Agron Plumaj me shumën prej $2.000. Kemi përkrahur ribotimin e librit Axhers Fishtës me shumën prej $1.000. Kemi mbështetur aksionin organizuar nga Mali i Trieshit për blerjen e një automjeti që do shërbej për zjarr fiksa, pastrimbore dhe për të pajisur me ujë për familjet në nevojë në viset malore me shumën prej $2.000. Kemi mbështetur festivalin e 4 korrikut të organizuar nga Kisha e Shënpalit me $1.000. Kemi mbështetur 2 televizorat e komunitetit, televizorin e shqiptarëve të Amerikës dhe ACTV me nga $1.000. Po ashtu, para pak kohë kemi bërë organizimin e natës së lahutarëve, ku pati një sukses dhe interesim të veçantë për të nderuar lahutarët, veçanëse falë kontributit të tyre sot lahuta jonë gjendet në UNESCO. Së bashku me shoqatën tonë të nderuar si Motër Jehona e Malsis, kemi bërë organizimin e dokumentarit Nar Helmi të autorit Mark Luzonaj, e cila pati një sukses të jashtëzakonshëm. Me çast kjo është edhe një dëshmi tjetër se kur jemi të bashkuar, edhe suksesi është më i madh. Dhe së bashkut shkojmë edhe më larg. Dhe jo vetëm se shpresojmë, por edhe premtojmë se edhe në të ardhmen do bashkëpunojmë për të mirën e përbashkët si vllazën e motrat që jemi. Kemi organizuar promovimin e romanit Kthimi të autorit të nderuar profesor Franz Camaj. Kemi organizuar promovimin e romanit Brenga të autorit Dr. Pashko Camaj. Po ashtu disa herë, zbashkut me të gjitha shoqatat tona të nderuara, kemi dalë publikisht me letrat e hapura për të mbështetur apo edhe për të shprehur mosnaksin tonë për raste të ndryshme. Në përfundim, me lejoni të ju falenderoj edhe një herë nga zemra për praninë tuaj, për besimin dhe për mbështetjen tuaj të vazhdueshme. Ju jeni arsyeja pse kjo shoqat ekziston dhe vazhdon të rritet. Ju uroj një mbrëmje të mrekullueshme, të mbushur me gëzim, muzikë, buzëqeshje dhe momente të paharrueshme. Le të shijojmë këtë natë të bashkë së bashku me krenari dhe me dashuri për Malsin e madhe. Me respekt dhe të thellë dhe mirënjohje të përhershme, dhe gjithherë në shërbime të komunitetit dhe vetëlindjes sonë të dashur Malsi. Për ju dhe me ju, shoqata atletare Malsi e madhe. Faleminderit.
Jo e dete qol luli pa mëre I biri hotit Jo në lut në dole mëre me njën të zotit Jo e mosha jo te mëre s'pat kufi Jo ti ke me to po gjithmonë I ri Jo e konge për ty mëre po ke më me këndua Jo e dec gjon luli oshke me t'harrua Jo me flamur mëre po me shipen non Jo edhe gjithë shqiptarët mëre janë krenar Jo e me ty në zemër mëre vëzrinia Jo si ti jo na origin famiglia amore Me disa fjalë përshëndetse, në skenë tani ftojmë antarin e shoqatës Kosova, zotnin Zef Zallaj, që të na përshëndes në emër të shoqatës. Unë jam Zef Zallaj prej shoqatës e Kosovës. Ju uroj një natë bukur e me sukses. Na ka bashku bashkimi e malësisë madhe. Respekt për organizimin, respekt për Gjan Gjollaj, për ftesën, respekt edhe për tanë që kanë marrë pjesë sante në këtë natë e mrekullueshme. Ju uroj shumë sukses këtë vit edhe tanë vit tjera. Ta din gjithmonë se keni shoqni e dashni për shoqatës e Kosovës. Gjithmonë e gëzime me juve e me familjet tuaj. Gëzuar. Falenderojmë zotnin Zef Zallaj për këto fjalë përshëndetse, ndërsa në vim ftojmë në skenë kryetarën e shoqatës Jehona e Malësisë, zotnin Zef Berishaj, për disa fjalë përshëndetse. Mirëmbrëma të nderuar të pranishëm, vllazën e motra. Në emër të shoqatës Jehona e Malësisë dhe në emrin tim personal, ju falenderoj për ftesën dhe ju përgëzoj për këtë natë organizimit të bukur. Një falënderim veçantë për kryetarin e shoqatës Malësia e Madhe, zotni Toni Ngoçaj, për ftesën, për mikpritjen dhe për gatishmërinë që të vazhdojmë me punë së bashku për të mirën e komunitetit tonë. Është kënaqësi kur edhe larg vendlindjes kafshatën e emergjimit e ndajmë bashkë me dhe kontribojmë për të mirën e përbashkët. Aktivitetet si kjo tregojnë se komuniteti ynë ka zemër, ka vullnet dhe din me bashkue kur është nevoja. Ne si shoqata duhet të punojmë bashkë me mbështet njëri tjetrin, sepse vetëm me unitet mund të bëjmë punë të mirë për komunitetin tonë, këtu dhe në vendlindje. Besoj fuqishem se vetëm së bashku me mirëkuptim dhe bashkëpunim të sinqert mund të realizojmë projekte të nevojshme e të qëllueshme për atleun dhe komunitetin tonë. Shoqata Malësia e Madhe ka dhënë shembull të mirë me shumë veprimtari
dhe ju përgëzoj për punën që e beni dhe ju uroj suksese e mërsi në vazhdim. Faleminderit. Të nderuar vllazën e motra, të respektuar organizator, i nderuar zoti kryetar Anton Gojçaj. Sot ne jemi mbledh bashkë për një darkë, për ky bashkim është më i madh se një darkë. Jemi këtu për identitetin ton, jemi këtu për historinë ton edhe për ardhjen e ton. Unë përfaqësoj shoqatën Kelmeni. Mali Kelmenit nuk është vetëm një vend, mali Kelmenit ishte qerdhja e armiqve shekullor. Por, ky mal është simboli qëndres, besë dhe sakrificë. Dhe para se kufijt na dan, ishim një. Kështu jemi kënë gjithmonë. Shumë gjak është derdh në atë kufi që t'jeket. Shumë shpresa u shuan për shlirimin e vendit. Shumë andra meten për gjys. Por sot është detyrë e kemi mision me mafisnik që me nderua amanetin e të parve. Me punu me kushtrim, me kamgull e me vendosmëri, me shtruar rrugën e gjatë malsore. Sot jetojmë një botë ku kufijt ekzistojnë vetëm në hartë, po jo në zemra. Po duhet t'i rrëzojmë edhe ata kufijt që na kanë mbetë shpirtnisht, t'i bashkojmë malsinë që ka qenë gjithmonë në zemër, në gjak dhe në qëllim. Pra, sonë u baj thirrje shoqatës Malësie e Madhe dhe Jehona Malësisë, të flasim me një zë, me kënë një pasqyrë e një Malësisë të bashkuar ashtu si që me kënë gjithmonë. Hot grud kelmen, shkrel kastrat, trish e koj. Jemi të bitë e Malësisë Madhe, të shkrimtarët e një histori që nuk shuhet. Dhe kur qëndrojmë bashkë, historia na kallëzon se jemi pa thyeshëm. Pra, urime kjo natë, urime malësorë, kjo është gjithmonë bashkë, gjithë një ma shumë, gjithë një e ma mirë. Faleminderit. Ndërsa tani ftojmë në skenë kryetarin e shoqatës Kastrati, zotni Noc Lumaj, që me disa fjalë na përshëndesin. Mirë mbrëma, përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi e madhe që sot marrë pjesë në këtë fundraising të Malësisë Madhe. Shoqatës Malësisë, me kryetarin zotin Toni Gojçaj. Prandaj është me të vërtet asgjë e madhe se çdo dollar që mbledhet dihet se shkon atje ku veni, atje ku është e nevojshme në malsinë tonë që je kem lënë atje, edhe me siguri shkojnë për ata që u lypen për nevojtarët, për njerëzit që janë vjetër, ose tri, ose studentat që janë shumë të mirë në mësime, por u lypet i farnimet për me avancu për para. Pra, kështu që unë e suportoj këtë fundraise, shoqata jonë është mirënjohëse e jem shumë të lidhur me shoqatën e Malësisë Madhe, por edhe me shoqatat e tjera. Kam respekt madh për kryetarin e shoqatës Malësia e Madhe, se na nina tash 35 vjeta, më shumë, jem njoft në lojtë futbollit bashkë. Kështu që në futbol, kur kem lujt, jem kënë kundërshtar me njëri tjetrin, por kur ka marrë loja, jem kënë marrë se vlazën me njëri tjetrin. Kështu që uroj ta kaloni sa më mirë, në emër të shoqatës Kastratit u përshëndes edhe herë. Dua me prezantua me thirrën skenë kryetarin e shoqatës Rallës, do më thënë 2-3 fjalë për atë shoqatë bela kanë me ditë cilët janë, por kanë pa thonë, koja e vogël i pakic që bajrakun në ndërqiq. Ftojmë në skenë kryetarin e shoqatës Koja,
zotni Nua Gorvokaj. Mirëmbrëma Malësia e Mallë. I nderuari kryetar zotni Toni Gojçaj, të nderuar përfaqësues të shoqatave, të nderuar vllazën e motra të pranishëm. Është një kënaqësi dhe nder i veçantë për mua se sonte jam mes jush, në këtë mbrëmje të bukur që bashkon zemrat dhe shpirtin e Malësisë sonë. Në emër të shoqatës Koja, si dhe në emrin tim personal, ju përcjell përshëndetjet më të përzemërta dhe ju falenderoj për mikpritjen tuaj. Kjo darkë ba mirë se nuk është thjesht një tubim, është një dëshmi e gjallë e shpirtit të madh të Malësisë së Madhe. Është dëshmi se dim me u bashkua kur është nevoja, me ndihmua njëri tjetrin e mos me i harrua kur rënjet tona. Këto momente janë të çmuame, sepse përmes tyne ruajmë traditat tona dhe forcojmë lidhjet tona, ndërtojmë ura për të ardhmen e brezave të rinj. Malësia e Mallë gjithmonë ka qenë simbol i burrnisë, i qendresës dhe i bashkimit, dhe është detyra jonë që këtë frymë me mbajtë gjallë kudo që jemi. Si shoqat Koja, na besojmë fort në bashkëpunim dhe në fuqinë e komunitetit tonë. Vetëm të bashkuam mund të arrijmë me bë më shumë për njerëzit tanë dhe për trashëgimin tonë. Shoqatën Malësia e Mallë e falenderoj për këtë tubim dhe për gjithë kontributin e saj ndër vite. Ju uroj suksese të vazhdueshme, vazhdoni me këtë punë të ndeshme e atë dhe dashse, që po lënë gjurmë të thella në komunitetin tonë. Ju falenderoj nga zemra. Kemi fatë se çdo shoqat ka individ të shquar si në jetën sociale, kombëtare ashtu edhe shkencore. Ftojmë në skenë antarën e shoqatës Rapsha, zotnin doktor profesor Anton Laqaj, që të na përshëndes. I nderuar kryetari i shoqatës zellëtare Malësia e Mallë, zotni Toni Gojçaj, të nderuar përfaqësues të jetës shoqërore e kulturore, të dashur bashkëdhetar, zonja dhe zotëri. Me lejoni që në emër tim personal, si dhe në emër të kryesisë dhe të gjithë antarëve të Fondit Humanitar Rapsha, ju përshëndes përzemërsisht dhe t'ju shprehim njohjen tonë për ftesën në këtë mbrëmje me rëndësi të veçantë. Shfrytëzoj rastin të përshëndes dhe të falenderoj kryesinë dhe gjithë antarët e shoqatës Malësia e Mallë për përkushtimin dhe kontributin e tyre të çmuar ndër vite në shërbimin e çështjes kombëtare dhe të komunitetit tonë shqiptar në Michigan. Në mënyrë të veçantë dëshiroj të shpreh falënderimin dhe respektin tonë me të thellë për donatorët, të cilët her pas here me bujarinë e tyre të vazhdueshme bëhen shtylla mbështetëse në përmbushjen e projekteve të shoqatave tona, të cilat janë të shumta. Kjo darkë formbledhëse nuk është thjesht një veprimtari shoqërore. Ajo është një shprehje ndërgjegjës sonë të përbashkë e ndjenjes së detyrimit moral dhe përkatësisë sonë të pandarë kombëtare. Në këtë frymë, veprimtaria e shoqatës Malësia e Mallë dëshmon se bashkimi rreth vlerave të përbashkëta prodhon qëndrueshmëri dhe zhvillim. Brenga për tjetrin, për vendlindjen dhe për të ardhmen e përbashkët, kur shndrohet në veprim me trajtjen më të lartë të humanizmit. Ndihmesa juaj sonte nuk përfaqëson vetëm mbështetjen morale, por një dëshmi të qartë të vetdijes sonë shoqërore dhe të përkushtimit ndaj dinjitetit njerëzor. Si pjesë e diasporës, ne bartim një përgjegjësi të dyfisht, ruajtjen e identitetit tonë kombëtar dhe përkrahjen e vazhdueshme të vendlindjes. Pikërisht, ndërmjet nismave të tilla, kjo përgjegjësi merr formë konkrete dhe kuptim të qëndrueshëm. Shpreh falënderimin tim të veçantë të organizatorit, e krye me zotni Toni Gojçaj, për përkushtimin dhe largpamësinë e organizimit të kësaj mbrëmje, si dhe për secilin prej jush, që me pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj e lartësoni këtë nismë. Le të vazhdojmë të qëndrojmë së bashku në vlera, në qëllime dhe në veprime, sepse vetëm kështu
mund të ndërtojmë një të ardhme me të njëjnë për brezat që vinë. Do e përmbyll me një thënie, rezultatet vinë kur arsyetimi largohet. Ju falenderit për vëmendjen dhe ju uroj një mbrëmje të mbarë. Çdo shoqat ka anëtar të shquar, pjesëtar të saj, të cilët kanë vlerë dhe peshë në komunitet. Shoqata në vijim ka për anëtar publicistin, shkrimtarin, gazetarin, e mirë njohur zotnin Zëf Përgegaj, që do të marrë fjalën për shëndesin për organizatën Mirdita. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se u gjetëm këtë takim përbashkues. Malsorët e Malësisë Madhe kanë një fjalë, fjalën që nuk e gjejmë në asnjë krahin, faqja bardhë. Pra, edhe shoqata Malësisë Madhe është faqja bardhë, jo vetëm e Malësisë, por e tanë shqiptarisë për kontributin që ka dhe vlerat e saj në rujtjen e unitetit, në trashëgiminë, gjuhën. Malësorët e Malësisë Madhe janë heroina, janë profesoresha, që ja mësojnë fëmijët gjuhën e bukur shqipe, gjuhën e det gjolulit, gjuhën e fishtes, i veshin ata me kostume kombëtare, i organizojnë në tubime edhe në organizime të tjera. Kontributi i shoqatës Malësisë është dhe i malësorëve është sidomos për Kosovën martire. Në emër shoqatës Mirdita, si një shoqat motër që luftën dhe bukën e kemi nda bashkë me Malësinë e Madhe, ju përshëndes përzemërsisht dhe uroj suksese të mëtejshme. Duhet theksoj se det Gjoluli, faqja bardhë dhe lirisë, Pajnë Bibdoda, abati i Mirditës, kanë qenë trinia e lirisë. E letarojmë këtë trini, letërujmë bashkimin, sepse bashkimi ban fuqi, dhe ne si shoqat do jemi në krah të shoqatës Malësia Madhe, e cila është udhëhesja e komunitetit shqiptar të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit dhe natën e mirë. Çdo komunitet ka edhe aktivistët e vet dhe bamirësit që asnjëherë nuk pushojnë se punuari për bashkëdhëtarët e saj. Ftojmë në skenë avokatin e shquar, zotnin Jozef Detvukaj, që me disa fjalë na përshëndesen. Të nderuar kryetar Toni Gojçaj, miq, antar dhe përkras të shoqatës Malësia e Madhe. Ju përshëndes përzemërsisht dhe ju falenderoj që jeni bashkuar në këtë darkë komunitare. Prania dhe burajia juaj janë dëshmia e dashurisë për vendlindjen, kulturën, traditën dhe njerëzit tanë të Malësisë Madhe. Uroj misioni për vitin 2026-2027 të jetë sukses e të vazhdoj me mbështetje familjet në nevojë, arsimin, rinin, trashëgimin kulturore dhe projektet që forcojnë lidhjen tonë me Malësinë e Madhe. Çdo kontribut sonde është një hap drejt një ardhmje më të mirë dhe më të bashkuar. Siç thot fjala jonë popullore, bashkimi ban fuqinë. Me zemër të bashkuar mund të bëjmë shumë për komunitetin tonë dhe për Malësinë që e duam aq shumë. Faleminderit për zemrën tuaj të madhe, për mbështetjen dhe për besimin në këtë mision fisnik. Zoti ju bekoft ju, familjet tuaja dhe Malësinë e Madhe. Ju faleminderit. Do kem një falendrim për mediat shqiptare këtu në Michigan, që si për herë janë prezent në gjitha evenimentet tona. U lutëm një dorë trokitje për mediat tona këto. E bjene rastia nej me dal, na lupak në Malësin time, na to anë krenore trime, janë do male për te detit, ku janë djem të bishe shkoretit, vashat bukura shtat se levia,
pëshmet, o trojet e mia. Shkodrës në lupak, dilkele me në shkrelen kastrat, otë në grudën kojet kuqit, trishku si e në fushtet uzit, me dura hapët e prët malësia, ku janë forte besaj burënia, buke krype faqet bardhe, o thonë malësor, o mirë se ke ardhe. Qakshire kure vëshe i trimi, i ka vajtu e burrat lahuta, atje trimat zin qka u astuta. Dere qele gjithmon për mikun, me barote kanë pritar mikun, atje pra gjindet malësia. O, mi pështet, o trojet e mia. Faleminderit. Që poj bjene ramore këto gjamt e motit, mëre malsi o vend barotit, ndjem të tu me zemërt mole, e vetit vet faqe kës bardhen, e bjelmat mirë mëre si o lindë nona, o nda që përpush e jata gana. Mali hotit mëre plak po digjej, e ta sho plaken mëre ton Evropa, e po bo mële tot sopa, e pau shkrit trojet, e pau bohi, nuk e lëshuan këtë malësie. Skënderbeu kushta more se vdic, o lindo me lufta prapo Skënderbeu, e nëse kam nevoja vleu, e qanë këta trima more këta luaj, o s'pozej fjall për ngen gjallknoje.
vando që lindet ti dhe gjon lula, marash uca e qun mula, me I gjurëm gjaku o trupa boret, dje po I tringes le logujnorës, prejo në plavo der në pusht koplikut, mal me zovom, I për bolan mikut more. Të gjithë dim si thon për emen, është e mallë kjo dëshirë, është e bukur o e mirë, herë mas herë to për të flasim, herë dua me herë vrasëm, e kush e ka zemër o shqiptar, dhe pajtim more po bashkim kombëtare. Mendja jon keq ka di me punua, në mullit të huaj ujt e kanë qua, e si më mirë të gjithë dim, shpina s'duam të rrim, pero një plesht e kanë djek jarganin, per një stol djekim batanin, e mbyllim syte pika par, o për pajtim more po bashkin kombëtare. Bashkimi I kësaj shoqni, në vend të rejtje sot dashuria, I vret përqamjet harmonia, I vret ngrimjet mirë kuptimi, o me pajtim more na vjen përparimi. Nuk ka nevoj, as me letër o as me goj, me natyr na me u bashkua, me nathana me u pajtua, jem këtë ndo pur me do parti, e vrasëm fjallën hasmeri, e hujis lënë more gjo pa ban, do dhe me nash duke me nash përnda, e na dy kur bashk mos me u ban, një dëshir e ka mos si shqiptar. Veç pajtime more,
takim kombëtar more. Unë po ishtë përshëndes të gjithë, të ja fillu prej shoqatës adhetare Malësia e Madhe, gjitha shoqatat këtu që janë. Më ka motivua një djalë nga Kelmeni, edhe Menova. 2 personalitetet nalta që bota shqiptare, polën përgjithsi Vatikani ai Papa Albani, aja është munduhe me i bashkue Malsort, edhe belje me i mje 703-ën, a i kuvendi arbrit në kushtrimin e ti është bon. Malsort dashtun. Kur është fjalla Malsort, mlil një bashk, edhe një bashkë një shoqat, afroni jeta 3, se Malësia ka 7 bajrat që po janë bashkë. Gjitha i reguloni mirë, e vërtet me zemër e falenderoj këtë mramje kaq gazmore. Por mos mu qudit një qka po ju thomë. Një lahutar atje që ma kujtoh djali i Hotit, ka dek para një 10 ditëve. Hej, ka këndu aty në maleve aq bukur. E një tjetër që ka lënë emën në botën shqiptare, nja i malli mune me thënë Recep Qosa birë Malësijet. Një fjalë, u qoft nera atyne për vepër, i qoft nera qysh dhe gjolullit e gjithve sa janë, u qoft nera ju si pasars, ta mënd kësaj histori, e lulla shi në fund mundet mu thanë kështu. Fold ju, unë i thashë edhe kryetari që i pej përshëndes, po ishte boll prej jush. Por, me një fjalë tjetër, edhe u dëshrojt mirat. O Malsort e mi dashtun, menoni se Malësia e Madhe e ka një pasuni kështu. Ka uj, ka peshkli që një Shkodrës, ka Shërbelen Medrën që se ka as kush në trevat që ka di unë të botës, dhe janë shumë gjanas aso pjesë të jetës që mundet. Bashkoni u një 10-15 vetë, se ju këtu besomni që s'deshta medal, po mbani Nik Simoni Palushaj. Aq, dele fol nemen tem, se i thanë për atë kontributin e ti dhe gjithë ju që ka bani 2 fjallë. Në qëfë se zgjata, u kërkoj falje. Menoni për një projekt malë që ju ta dirigjoni, ju t'jeni drejtori, ju t'jeni inxhinier, ju t'jeni ata administrator, përfitimi hyj, po dhe i punsoni ja 300, 400, 1.000 malësor. Nëft Malësia, nëft Shqiptaria, nëft Amerika. Dësa tani ftojmë arkatarën e shoqatës Malësia e Madhe, Gjoni Lugjuraj, që të na lexojnë emrat e donatorëve. Kena dhe raffle tickets, ku si çmimi janë kjo pikturë që gjendet këtu para jush, si edhe 3 laptopa. Të nderuar të pranishëm, të dashur miq dhe mbështetës të shoqatës sonë. Para se të filloj me emrat e donatorëve, me lejoni të bëjmë falënderim për të gjithë ju për mbështetjen tuaj që keni dhënë jo vetëm sonte, por plot 24 vite që nga themelimi i shoqatës sonë. Ky rrugtim i gjatë nuk do të ishte i mundur pa besimin, për kushtimin dhe zemrën tuaj të madhe. Ju jeni arsyeja pse ne vazhdojmë të punojmë dhe të kontribuojmë për majsinë dhe komunitetin tonë. Sonte çdo kontribut është një hap më shumë drejt realizimit të qëllimeve tona të përbashkëta. Me shumë mirënjohje dhe respekt do të lexoj listën e donatorëve tonë. Bardh Markaj, $2.000. Gjok Luljaj, $1.500. Zef Lugjuraj, $1.500. Robert Lugjuraj, $1.000. Pal Shkreli, $1.000. Nik Kalaj, $1.000. Gjelosh Nuculaj, $1.000. Driton Palushi, $1.000. Da Francesco's Italian Restaurant, $1.000. Një person që nuk ka dashur përmend emri, $1.000. Nikol dhe Marian Luca Lugjuraj, $1.000. Anton dhe Viktor Micakaj, $1.000. Gjafa Gaci, $500. Vaso Berishaj, $500. Valentino Mitaj, $500. Tush Duhanaj, $500. Tuna Musoli, $500. Filip
Palushaj $500, Pashk Zallaj $500, Nrec Mirditaj $500, Niken Frank Balabami $500, Mario Gojçaj $500, Luiz Cacaj $500, Luiz Buzhala $500, Leo Marniku $500, Lena Sinishtaj $500, Joe Marjakaj $500, Hil Palushaj $500, John Marku $500, Gjeto Lucaj $500, Gjeto Gojçaj $500, Gjergj Gjokaj $500, Gjorgje Pizza and Pasta $500, Fran Gjoka $500, Dani Palushaj $500, Dedet Vukaj $500, Anton Vukçaj $500, Anton Caka $500, Angelo Duhani $500, Alpin Çulaj $500, Alfred Palushi $500, Eduardo Gojani $500, Kol Duhanaj $300, Anton Dedvukaj $300, John Zini $250, Adrian Nushmalaj $250, Zev Krasnici $200, Shpetim Blakaj $200, Nik Gashi $200, Mark Leshi $200, Ludvik Stolaj $200, Josef Ivezaj $200, Ilir Baceli $200, John Duhanaj $200, Davis Lula $200, David Ivezaj $200, Classic Family Grill $200, Anton Lugjuraj $200, Andy Gjelos $200, Alexander Le Christian Zirzi Dedvukaj $400, 220 Smeril Italian Restaurant $200, Erisela Gorani $150, Zev Gjonaj $100, Zev Doda Camaj $100, Vaso Gjokaj $100, Gjovalin Pepaj $100, Elvis Pepaj $100, Edmond Laloshi $100, një person që nuk ka dashur me përmend emri $100, Alfred Grishaj $100, Adrian Lulati $100, Elvis Prendi $500, Agron Marku $500, familja e Nik Simon Palushaj $30,000. Faleminderit. Është një familje që përkrah shoqatën tonë që nga vitet e para të themelimit, so jemi me të vërtet mirënjohës. Enver Yusufi $450, Gjok Junçaj $1,000, Koli Vanaj $500, John Gjolaj $2,000, Ervin Musaka $500, Geralt Alishollari $300, Toni Vulaj $5,000, Robert Gojçaj $1,000, Alban Gjokaj $1,000, Onaza Corporation $1,000, Robert Ted Shkreli $2,000, Lek Luiz Gjokaj $500, Martin dhe John Gojani $500, Aurel Ago $700, Nik Berishaj $400, Petrit Tinaj $500, Nikol Doli Gojçaj $1,000, Frank Cacaj $1,000, Erion Nikola $500, Shoqata Dugazini $300, Nik Gjetja Camaj $200, Toni Gojçaj $2,000, Gjok Zolaj $500, John Luzuraj $1,000, Nika Evas Marku Gjonaj $1,000, Fran Lulashi Gojçaj $500, Luiz Gjokaj $1,000, Lek Luizi Gjokaj $500, Frank Gjokaj $500, një anonim që nuk ka dashur me përmend emri $200, Steven Lucaj $200, Kolpra Loci Luzuraj $500, Luc Tushi Gojçaj $200, Sandro Gojçaj $200, Shoqata Mirdita $500, Nosht Junçaj $100, John Stanaj $2,000, Pjetër Stanaj $4,000, Lek Kalaj $1,000, Lek Kalaj $1,000, Robert Nikprelaj $500, Lulashnik Palushaj $200, Dr. Profesor Anton Lajçaj $300, Zerzev Dedivanaj $500, Lindon Lajçaj $500, Mark Nikol Pietrushi Luzuraj $1,000, David Junçaj $500, Robert Gjonaj $400, Fran Leshi Vezaj $200, Këshilli Zojës Kishës Zoja Pajtore $700, Pashkën Gjok Kola Gojçaj $500, Nua Kola Gojçaj $250, Martin Uli $300, Filip Palushaj $500, Nrek Zolaj $1,000, Luk Junçaj $1,000, Luis Roku Luzuraj $500, Zerz Vulaj $1,000, Zevalin Gegaj $500, Noc Lumaj $300, Noni Nikolaj $500, Mark dhe Martin Kola Gojçaj $1,000, Gjok Kola Micakaj $1,000, Shoqata Kelmendi $500,
Rok Zefi Junçaj $100, Joseph Detvukaj $1000, Marash Nuculaj $500, Simon Lulgjuraj $200, Gjovi Lulguri $200, Mark Lulgjuraj $100, Edvin Hoti $100, Pashko Gjokaj $1000, Luiz Vasel Gjonaj $200, Mark Zergji Gojçaj $300, Luca Ujkaj $500, Vasel Koje $200, Fran Roku Camaj $200, John Perkaj $500, Sadri Delia Muhaj $100, Gjok Deda Perkaj $500, Vasel Perkaj $200, Pashko Nua Gjelaj $500, Simon Shtjefni Vezaj $200, Dod Lucaj $500, Gjelosh Lucaj $1000, John Berishaj $1000, Agron Ukaj $100, Marash Cacaj $200, Anton Syli $100, Nik Zyrashaj $100, Zershkolla Lajçaj $200, Rok Ujkaj $1000, Ilir Mark Zjokaj $2000, Toma Gjolaj $500, Zev Berishaj $1000, Peti Camaj $1000, Agron Dedivanaj $500, Beku Gjelaj $300, Gjok Babi Gojçaj $200, Vison Sinishtaj $500, Tom Gjoni Lulgjuraj $300, Nua Lula Shigorvokaj $500, Marian Deda Ulaj $200, Mario Pali Gjeloshaj $100, Simon Toma Gorvokaj $300, Kol Dedivanaj $200, Kol Gashaj $200, Do Divanaj $200, Nua Dukaj $200, Viktor Gjoni Lulgjuraj $300, Ermal Topi $500, Pashko dhe Martin Gojçaj, Gjovalin Selsa dhe Albert Gojçaj, pronarët e Royal Diner $1000, Lek Leci Gjonaj $1000, Kol Pietri Gjolaj $1000, Tom Kolçaj $300, Martin Gjerzi Marashaj $300, Vat Nikaj Vezaj $500, Anton Ded Gojçaj $300, Nikoli Vanaj $300, Mark Zerzi Berishaj $2000, Pjetër Zerzi Berishaj $200, Pjetër Lutz Vulli $200, Nikol Marashibojaj $200 dhe Zev Vuçinaj $1000, Peçi Berishaj $1000, Nikol Gjetja Camaj $100, Rok Lucaj $1000, Nikol Marku Lucaj $500, Kanto Dushaj $100, Gjani Gjok Perkaj $300, Simon Gjoni Sinishtaj $200. Totali 145.550. Të dashur miq, çdo emër i përmendur sonte është një dashmi e gjallë e bujarisë dhe përkushtimi ndaj komunitetit tonë. Këto vepra nuk harrohen dhe dedikimi i tyre do dihet për një kohë të gjatë. Ju falenderojmë sinqerisht për besimin dhe mbështetjen tuaj të palëkundur. Le të vazhdojmë të ecim përpara së bashku me të njëjtin shpirt bashkimi. Faleminderit dhe uroj një mbrëmje të këndshme. Kemi edhe një piktur nga artisti jon Nua Gjelaj, piktur të herojit ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeun, të cilën e ka përgatitur për një ankand ose auksion për natën e sotme, të cilën do t'ja fillojmë nga një çmim dhe do t'i jepet për dhuruesin me çmim më të madh si një donacion për shoqatën tonë Malësia e Madhe. Kush është interesuar, mund edhe të afrohet ta shikoj, por jam më se i sigurt se është një vepër nga duart e tija. Ne sonte do t'ja fillojmë me një auksion nga $250 për këtë piktur dhe do të doja të shija kush është $250 për këtë fotografi. $500 nga zotëria, $1000 nga zonja këtu, 1,000, she gave 1,000 already, dhe i shitër zotëris tu për $2,600 një dorë trokite ju lutem. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kështu përfundoi dhe ky takim fondmbledhës nga shoqata Malësia e Madhe, ku arrit për objektivat e kësaj shoqate për të ndihmuar njerëzit në nevojë, për të ndihmuar studentët, për të ndihmuar shoqatat e ndryshme kulturore të mblidhen vetëm në këtë event $145,500 që mund të ketë edhe një rritje të mëtejshme pasi po vazhdonin edhe çeqet. Megjithatë,
ky ishte një event mjaft i suksesshëm i shoqatës që i siguron asaj fondet për plotësimin e qëllimeve të saj dhe me urimin për të pasur sa më shumë aktivitete të tilla po ndajemi nga ky event.